Do të shkojmë në këto momente në Kosovë me analistin Lulzim Veliu për të kuptuar më shumë situatën aty. Mirëmbrëma zoti Veliu. Mirëmbrëma. Si do ta komentonit pjesëmarrjen në këtë balotazh? Po sot qytetarët e Republikës së Kosovës kryejnë obligimin e tyre qytetar për të votuar balotazhin, zgjedhjet e rregullta në Kosovë, për dallim nga ato që jemi duke pritur në nivel qendror. Pra në zgjedhjet lokale janë shumë të rregullta dhe normale që zhvillohen çdo 4 vite dhe kësaj radhe patëm 18 komuna të cilat ju futen garës në balotazh për pozitën e kryetarit të komunave dhe tani në pas orës 19 kemi edhe rezultatet e para të exit polleve për disa komuna, pra për disa nga komunat kryesore të vendit, pasi siç e dimë ne të gjithë, në balotazh janë futur pothuaj të gjitha komunat e mëdha të Kosovës përjashtë Ferizaj, i cili ka arritur të marrë në mandatin e parë. Ishin zgjedhje të rregullta, normale, pa ekscese, përjashto disa gjëra të vogla që ndodhin çdo kund, për çka mund të përgëzojmë KQZ-n, por edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, se kemi pasur zgjedhje të rregullta dhe mungese, ndoshta gjëja negative që mund ta thenim në këtë rast do të ishte pjesëmarrja e ulët e qytetarëve në këtë raund të zgjedhjeve, por sidoqë të jetë, këto ishin zgjedhjet për balotazh për disa nga komunat, për 18 komunat në Republikën e Kosovës. Prishtina, Prizreni dhe Mitrovica e Jugut vlerësojnë si garat më të forta ku përplasjet mes lëvizjes vetëvendosje Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike mund të riformësojnë hartën politike lokale. Çfarë pritet sipas jush? Po është fakt se këtu edhe janë 3 komunat më të mëdha në Republikën e Kosovës dhe si të tilla e kanë rëndësinë e veçantë edhe në zgjedhjet lokale, sipas sondazheve të fundit del se vetëvendosja del humbsja më e madhe në këto 3 komuna, pra sipas exit polleve po flasim në këtë rast, sa është për të besuar është një çështje tjetër, mirë po unë besoj që brenda 2-3 orë do të kemi edhe rezultatin zyrtar nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës. Shihet qartë se Prizreni është fituar bindshëm nga Partia Demokratike e Kosovës, po ashtu ka ndodhur edhe në Prishtinë ku kandidati nga Lidhja Demokratike është fitues i komunës së Prishtinës, ndërsa në Mitrovic kemi një rezultat që ende nuk mund të cilësohet tamam i përfunduar, pasi është rezultat gjithmonë sipas exit polleve është një rezultat shumë i ngushtë dhe nëse mbetet i tillë do të ketë mundësi të ndryshohet edhe pas arritjes së votave me kusht apo edhe votave të diasporës. Në këtë raund, gara shihet si një test i fuqisë së partive në nivel lokal, por a është edhe një tregues i prirjeve të ardhshme në skenën qendrore politike? Një gjë e tillë më parë në Kosovë nuk ka ekzistuar, pra kanë qenë tërësisht të ndara zgjedhjet lokale me ato qendrore dhe asnjëherë nuk e kanë pasqyruar atë rezultatin real të forcave politike. Mirë po kësaj radhe, pas një ngërçi të gjatë politik dhe pas gjithë asaj që po shihet se Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakohshme, unë mendoj se këto zgjedhje apo këto rezultate do të kenë ndikimin e tyre edhe në zgjedhjet qendrore që sipas të gjitha gjasat do të bëhen gjatë muajit dhjetor në Kosovë. Në një kohë kur lëvizja vetëvendosje po përpiqet të formojë qeverinë e re me Glauk Konjufcën si mandatar për kryeministër, balotazhi merr dimension të dyfisht lokal në dukje, por edhe politik, duhet themi, në ndikim? Po, një gjë duhet thënë shumë qartë se lëvizja vetëvendosje pati mundësinë për të krijuar qeverinë në mandatin me të mandatuarin e parë zotin Kurti, me kryeministrin aktual, me zotin Kurti, por që nuk arriti t'i siguroj 61 vota për krijimin e qeverisë, pasi nuk ishte një marrëveshje koalicioni me subjektet e tjera politike. Dhe fill pas kësaj, zoti Kurti mandatoi Glauk Konjufcën apo e dërgoi si emër nga lëvizja vetëvendosje tek presidentja për të nominuar për kandidat për kryeministër dhe në ditën e nominimit vetë zoti Konjufca deklaroi se
ata nuk do të bëjnë koalicion me askënd dhe në këtë mënyrë thua se e bën të qartë se edhe tani edhe Konjufsa do të jetë kandidat i dështuar dhe nuk do të arrijë të krijojë qeverinë. Edhe pse Kosova ka shumë problematika, Kosova po futet në vitin e ri pa miratimin e buxhetit vjetor, Kosova në mars të vitit të ardhshëm duhet të zgjedhë edhe presidentin e radhës, Kosova ka kohë që i ka ndërprej komplet negociatat me Serbinë dhe një gjë e tillë i kërkohet nga bashkësia ndërkombëtare. Kosova është në sanksione, Kosova ka edhe shumë problematika të tjera, pastaj është ajo që me mos konstituimin e institucione nuk po arrin të përfitoj fundet e ndara nga Bashkimi Evropian për vendet kandidate apo për vendet që pretendojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Të gjitha janë këto problematika nga mos funksionimi i një qeverie funksionale dhe me kompetenca të plota. Mendoni se Kosova do të shkojë drejt zgjedhjeve të reja dhe se Konjufca nuk do të mund të arrijë të krijojë dot qeverinë? Me gjithë së ditëve të fundit, më tepër subjektet politike kanë qenë të përqendruar të vota e balotazhit, e cila tani më veç mbaroi, me siguri se nga nesër do të flitet më tepër rreth koalicioneve të mundshme apo edhe mundësisë së votimit të qeverisë së minorancës. Unë mendoj dhe çka është parë deri më tani, mund të konstatoj se zoti Konjufsa nuk do të arrijë të siguroj votat e mjaftueshme për krijimin e qeverisë së minorancës. E kuptoj. Faleminderit zoti Veliu që ishit me lajmet në MCN. Faleminderit, ishte kënaqësi.